Përshëndetje, jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës, do të flasim për sigurinë aktuale në Kosovë. Me ne është bashkuar në një lidhje të drejt për drejt se eksperti i sigurisë zoti Petri Elezi. Zoti Elezi, faleminderit shumë që jeni me ne. Gjithashtu faleminderit për ftesën. Si do përshkruani ju gjendjen aktuale të sigurisë në Kosovë? Po, faleminderit shumë. Në fakt, situata e sigurisë në Kosovë është e qetë, por e bresht për faktin se akoma kemi raste, incidente dhe përpjekje të vazhdueshme të Beogradit zyrtar për ta cënuar sigurinë e Republikës Kosovës. Madje së fundmi kemi pasur edhe një përpjekje të re të Beogradit për ta eskaluar situatën e sigurisë. Madje Beogradi zyrtar ka cënuar sigurinë ajrore sepse janë raportuar të dy drona të cilët kanë fluturuar në territorin e Republikës Kosovës dhe së të njëjtit dyshohet që kanë kryer veprime që bijnë ndesh me rendin kushtetues të Republikës Kosovës. Ky fakt dhe raste të tjera dëshmojnë qartë se Serbia mbetet të angazhuar për të cënuar sigurinë e Republikës Kosovës dhe mbetet një shtet i cili vërtet paraqet jo siguri jo vetëm për Kosovën, por për të gjithë rajonin. A jemi përballë një faze të re tensionesh apo bëhet fjalë për incidente të izoluara? Nuk isha mundur të cilësoja incidente të izoluara, edhe pse të jemi të sinqert ka pasur edhe në të kaluarën aktivitete të tilla të ngjashme në Kosovë. Kemi pasur raste edhe në të kaluarën kur fluturake të tilla siç janë dronët kanë deportuar brenda territorit të Republikës Kosovës, kanë kryer veprime që bijnë ndesh si thash me rendin kushtetues të Republikës Kosovës dhe kanë cënuar sigurinë ajrore dhe se besoj dhe uroj që rastet të tilla të jenë trajtuar apo të trajtohen në mënyrën e duhur nga institucionet e Republikës Kosovës, duke marrë parasysh bashkëpunimin që ka Policia e Kosovës, KFOR-i dhe organet tjera të sigurisë që kanë detyrë primare organizimin e aktiviteteve për të siguru, mund të themi, një kosto të asaj që mund të konsiderohemi jo cënimi i sigurisë së Republikës Kosovës. Cilat janë rreziqet kryesore që siguria e Kosovës përballet sot brenda, por edhe jashtë kufive të saj? Në fakt, rreziqet kryesore apo jo siguria që vjen në Kosovë kryesisht është nga padyshim nga Serbia, e cila në bashkëpunim me partnerët e saj, posaçërisht Rusinë, ka kryer aktivitete të ndryshme të sigurisë. Ju kujtohet në dy raste të mëdha që kanë ndodhur në Kosovë, në veriun e Kosovës, në Banjska dhe sulmi në kanalin e Iberlepencit. Kemi dy raste për të cilat vetëm ka procese gjyqësore. Kemi të arrestuar persona të cilët janë evidentuar dhe janë konfirmuar si pjesëtar të organizatave shtetërore të sigurisë atje, dhe pashtu kemi edhe veprime të tjera të cilat kanë të bëjnë me luftën hibride, spionazhi, ka mjaft arrestuar në çështjen e spionazhit. Thjesht këto dëshmi janë mjaftueshme për të konsideruar se Serbia mbetet një herë për një herë rreziku kryesor i Kosovës, por ka dhe problemet natyrës sigurisë publike edhe çështjet që lidhen me terrorizmin. Ju e dini që Kosova po vazhdon akoma të arrestoj persona të cilët lidhen me vepra të ndryshme për radikalizëm, ekstremizëm, ndoshta edhe terrorizëm, sidomos dënimi i fundit i një qytetarit të Republikës Kosovës, Murat Dërnjani, nga autoritetet e Republikës Kosovës me 20 vjet burg për krime kundër njerëzimit, e bën, mund të themi, edhe një shqetësim apo e ngredh një shqetësim në lidhje me çështjet e tjera që kanë të bëjnë me jo sigurinë e që në fakt Kosova përballet aktualisht. Çfarë dim realisht për fluturimet e dronëve të raportuara ditët e fundit? Ajo që dihet deri më tani bëhet fjalë për dy dronë të cilët kanë fluturuar në territorin e Republikës Kosovës, kanë regjistruar zona të caktuara në kufirin me Kosovën, përfshirë edhe një stacion të policisë së Kosovës i cili është afër kufirit me Serbinë, dhe ajo që besohet dhe mendohet se këta dronë nuk kanë pasur deri më tani, nuk janë regjistruar të dhëna se të dronë kanë pasur të vendosur edhe eksplozive apo armatime të ndryshme, por që besohet se kanë pasur kamera të avancuara me të cilat kanë arritur që të regjistrojnë zona të caktuara ku më pas edhe mund t'i përdorin për aktivitete qoftë spionazhi, qoftë aktivitete që lidhen me cënimin e sigurisë, siç është lëvizja e personave të caktuara apo mund të themi individëve të angazhuar në çështjet e jo sigurisë nga Serbia për Kosovën, e që në fakt zakonisht të dronë mund kryejnë veprime
përpamje vizuale për veprimet operative që mund të kenë personat apo grupet e caktuar të angazhuar nga Serbia apo dhe Rusia si partneri i saj, i cili është dëshmuar se ka veprime konkrete për ta cënuar sigurinë e Republikës Kosovës. A mund të konsiderohen këto dronë si kërcënim serios për sigurinë kombëtare të Kosovës? Padyshim se po, padyshim se aktivitetet e dronëve të tillë janë drejt për drejt cënimi i sigurisë ajrore, dhe kur kemi cënim të sigurisë ajrore, kemi cënim të sigurisë të Republikës Kosovës, dhe normalisht duhet kishim një takim të Këshillit të Sigurisë së Republikës Kosovës për konstatu rrezikun që vjen nga aktivitetet e tilla në sigurinë ajrore, dhe padyshim që duhet kishim alarmuar institucionet ndërkombëtare, siç është KFOR-i, NATO apo edhe Bashkimi Evropian, të cilat kanë një angazhim drejt për drejt, qoftë KFOR-i përmes NATO përmes KFOR-it, qoftë edhe Bashkimi Evropian përmes EULEX-it. Thjesht këto institucione duhet të ishin alarmuar, të raportohet në kohë reale dhe me informacione të mbështetura mbi faktet dhe provat që vijnë nga terreni për cënimin e sigurisë ajrore, dhe mund të themi kjo lloj cënimi i suverenitetit të Republikës Kosovës përmes fluturakëve siç janë dronët. Zotë Eleza, sa e përgatitur është Kosova teknikisht dhe ligjërisht për të përballur me kërcënime nga këto dronë? Siç e dini ju, sipas rezolutës 1244, suverenitetin e Republikës Kosovës e garanton KFOR-i, domethënë i cili është angazhuar me normativat e NATO, siç arridhen nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Thjesht ky është mandati që vjen sipas rezolutës për KFOR-in, i cili ka për obligim ruajtjen e suverenitetit të Republikës Kosovës. Sa i përket kapaciteteve të tjera, policia e Kosovës është mjaft e përgatitur, është e shtrirë në struktura profesionale, organizative, të cilat kanë për obligim përfshi këtu edhe ruajtjen e kufit të Kosovës, është drejtoria kufitare që në mbretësitë e saj ka edhe njësinë e cila merret, njësinë e gjelbërt, e cila merret konkretisht me ruajtjen e kufirit, dhe ka gjithashtu në kuadër të normativave, ka ligjet që janë të avancuara dhe që janë konform, mund të themi, ligjeve evropiane, ndërkombëtare, që kanë të bëjnë me çështjet që lidhen me cënimin e sigurisë kombëtare apo suverenitetit të saj. Thjesht Kosova ka mekanizmin e saj, dihet që ka kufizime në të drejtat e saj për të vepruar në çështje të caktuara. Ju e dini që Forca Sigurisë Kosovës është shumë e përgatitur, por që është e limituar sa i përket të drejtave operative, e njëjta duhet të marrë leje nga NATO, përkatësisht nga KFOR-i, për çdo veprim që lidhet me kufirin e Republikës Kosovës. A kemi skenar të ngjashëm në rajon dhe çfarë mësimesh mund të nxjerrim nga ato? Po, në fakt, ne kemi parë veprime të ngjashme që kanë ndodhur sidomos nga Rusia në disa shtete ku ka pamundsuar, mund të themi, rrethuturimet në aeroportet ndërkombëtare për shkak të prezencës së droneve, edhe pse në këtë raste nuk ka pasur deri më tani raportime të dëshmuara se vërtet kanë qenë mjete të mos zyrtare, por që në fakt kanë qenë shembuj konkret për të cilat është konsideruar cënimi i sigurisë ajrore, dhe se janë ndërmarrë veprime konkrete duke pasur angazhime të sakta në lidhje me parandalimin e këtyre rrezikeve. Dhe Kosova në këtë raste ka mjaftuar, mund të themi, dëshmi se kjo po ndodh, cënimi i sigurisë ajrore vetëm është prezent, rreziku i eskalimit më të tjeshëm është, dhe se duhet të ndërmarren veprimet e duhura. Fillimisht kujtoj që Kosova duhet të mendojë që urgjentisht të sigurojë antidron pajisjet të cilat do të ulin këta dronë apo do të rrezojnë këta dronë, në mënyrë që t'i bëhet me dije edhe Beogradit zyrtar se Kosova krahas normativave të saj dhe në bashkëpunim që ka me faktorin ndërkombëtar, ka mundësi që të ulë dronët të cilët hyjnë brenda territorit të Republikës Kosovës apo do të rrezojë ato në momentin që ata shkelin territorin e Republikës Kosovës. E po ashtu, një rëndësie të veçantë ishte edhe takimi që ka zhvilluar ditën e sotme, vizita më saktë e zotit Sorensen në Republikën e Kosovës, më herët me zonjën Osmani, më pas edhe me kryeministrin Albin Kurti. Por çfarë simbolike ka ky takim i zotit Sorensen në Republikën e Kosovës? Në fakt, këto takime vinë për shkak paralajmërimeve, mund të themi sinjalizimeve që janë në lidhje me jetësigurinë dhe rrezikët që vijnë për shkak të aktiviteteve të dyshimta, të dyshuara që ka Serbia në raport me cënimin e sigurisë së Republikës Kosovës. Këto vizita padyshim që kanë dy dimensione. E para është për t'dërguar mesazhe të caktuara në drejtim të Serbisë dhe partnerëve të saj, që kanë për qëllim dhe obligim në kuadër të normativave të juridike, siç është Kushtetuta e Serbisë, për të vepruar në vazhdimsi kundër Kosovës dhe gjithashtu për të
kuptuar për cilur mesazhe dhe partnerëve të saj se aktivitetet ndërkombëtare këtu janë në Kosovë dhe Kosova është e mbështetur deri në momentin edhe të aktivizimit të forcave të saj siç janë në kuadër të KFOR-it. Gjithashtu mund të themi se këto mesazhe kanë të bëjnë edhe me diskutime rreth koordinimit të aktiviteteve të përbashkëta në misione të caktuara për rujtjen e kufirit apo edhe çështjet që lidhen me sigurinë e Kosovës, si dhe impaktin që mund ta kenë këto aktivitete e sigurisë në gjithë rajonin. Ju e dini që çdo veprim, siç është edhe kjo vizitë, është e paraparë, e menduar dhe e analizuar në bazë të informacioneve që vijnë nga strukturat e inteligjencës, qofshin ato ndërkombëtare dhe lokale, dhe padyshim që në kuadër të bisedave do zhvillohen edhe diskutime të cilat lidhen në mënyrë drejt për drejt me koordinimin dhe bashkërendimin e aktiviteteve për rujtjen e suverenitetit të Republikës Kosovës. Çfarë mesazhi mendoni se i është përcjell institucioneve të Kosovës pikërisht nga takimi zotës Soresen? Po, në bazë të informacioneve që neve kemi, Bashkia Ndërkombëtare përmes vizitës së sotme kërkon që të kemi sa më parë institucionet në Republikën e Kosovës, krijimin e qeverisë të Republikës së Kosovës dhe parlamentin e saj, kemi institucionet e ligjvënëse dhe qeverisë në mënyrë që të fillohen zbatimi të programeve të përbashkëta sa përket edhe sigurisë, qoftë edhe ato të sigurisë ekonomike, se Kosova ka një zotim nga Bashkimi Evropian për rreth 1 miliard euro fondet të ndryshme që vijnë, grantet të ndryshme që vijnë, pasi që kryen disa detyrime që Kosova ka me kuvendin e saj për të nxjerrur disa ligje apo disa akte që mundsojnë zbatimin e këtyre programeve financiare, dhe gjithashtu çështjet që lidhen në mënyrë drejt për drejt me sigurinë që kanë të bëjnë me mund të them me programet e Forcës së Sigurisë të Kosovës, Policisë të Kosovës, së bashkëpunimit në vendeve, si dhe koordinimit të veprimeve të përbashkëta operative sa i përket çështës së cenimit të sigurisë së Republikës së Kosovës. Qartë, por a ka pritshmëri konkrete nga faktori ndërkombëtar pikërisht pas kësaj vizite? Padyshim që vizitat të tilla, siç thash edhe më parë, koordinohen dhe planifikohen në detaje, dhe pritet fillimisht nga ana ime janë që do të kemi krijimin e institucione ligjvënëse të qeverisë dhe se do të fillojmë një herë te sankcionimi i Kosovës. Ju dini që Kosova akoma mbetet nën sanksione dhe se e njëjta është privuar nga shumë të drejta që ka në raport me angazhimet ndërkombëtare, pikërisht për shkak sanksioneve që ka dhe angazhimet konkrete që do të ketë qeveria e jashtme dhe vendi i jashtëm në lidhje me desanksionimin e Kosovës, si dhe rikthimin e dialogut strategjik i cili është pezulluar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pa ashtu edhe veprimet konkrete apo detyrat konkrete që Kosova ka për zgjotime ligjore që vijnë nga Kuvendi i Kosovës në marrëveshje ndërkombëtare, si dhe zbatimi i marrëveshjeve me Serbinë, siç është përfshirë edhe asociacioni, janë çështje që mund të themi saktësisht pritet të ndodhë, dhe Kosova ndoshta do të marrë një mbështetje të duhur konform zotimeve që ka Bashkimi Evropian, në këtë rast Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi që Kosova të jetë gati për të zbatuar të gjitha zotimet e saj. Zotë Leza, si e kanë ndikuar zgjedhjet e fundit situatën e sigurisë dhe stabilitetin politik? Po, ishte, mund të themi, një mesazh i mirë për Kosovën që zgjedhjet janë mbajtur në mënyrën e duhur, pa dhunë dhe në zbatim të normave demokratike sa i përket organizimit të zgjedhjeve, por pos kësaj Kosova ka votuar me mund të themi për një iniciativë politike që është në fakt dhe vendosë edhe partnerët e saj të koalicionit, duke i ofruar mbi 50% mbështetje për të formuar institucionet e qeverisë dhe legjislaturën, dhe kjo është një momentum ndoshta më i mirë se në kaluarën, sepse tani më nuk do të kemi justifikim siç ka pasur në të kaluarën se përket krijimit të institucioneve, dhe do të kemi mundësi që pas këtyre zgjedhjeve të kemi qeveri shumë shpejt dhe në kuvend, të cilët do të fillojnë me detyra dhe përgjegjësitë që kanë konform kushtetutës që Kosova ka dhe zbaton në plotësi. A ekziston rreziku që ky vakum politik i krijuar të shfrytëzohet edhe nga aktorët destabilizues? Në fakt, tek siguria politike ne trajtojmë çështjen e vakumeve, sidomos tek çështja e zgjedhjes së presidentit të Republikës së Kosovës, i cili kërkon një shumicë prej 81 deputetëve prezent në sallë, minimalisht për herën e tretë ku do të votohet me shumicën e thjeshtë, por që në fakt subjektet e koalicionit me vendosin nuk kanë numrin e duhur dhe do të kërkohet partneritet me subjekte tjera politike për të tejkaluar problemin me presidentin. Dhe nëse
kjo nuk do të arritë, atëherë Kosova mund të shkojë sërish në zgjedhjen në muajin prill të vitit 2026, ka do të thotë se kjo është njëra ndër sinjalet më të vështira që vjen sa i përket sigurisë politike në Republikën e Kosovës. Ne duhet besojmë që këtë rast vendosja si fituesi zgjedhjeve partnerët të saj koalicioni do të mendojnë seriozisht dhe sinqerisht për një qeveri e cila do të ketë mundësi të sigurojë edhe votat për presidentin në mënyrë që mos kemi sërish probleme me sigurinë politike në Kosovë siç ka ndodhur për një vit me radhë. Cilat janë sfida kryesore të qeverisë së re në aspektin e sigurisë të paktën? Po, sfida kryesore padyshim që mbetet desanksionimi i Kosovës, fillimi i zbatimit të marrëveshjeve ndërkombëtare që Kosova ka, sidomos ajo që është e asociacionit, e cila lidhet një drejt për drejt me sigurinë për shkak të kompetencave që do të kenë enklavat serbe në Kosovë, për shkak se Serbia përmes mekanizmit saj kishte ndikuar që kemi një strukturë e cila është konsideruar terroriste nga partia politike në Kosovë, ndoshta edhe vetë qeveria, siç është lista serbe, e cila tani më kontrollon, përpos që kontrollon në gjitha komunat e serbe në Kosovë, njëjta ka edhe gjitha ulëset në kuvendin e Kosovës. Kemi të bëjmë me një forcë politike që ka mbështetjen e drejt për drejt nga Beogradi dhe dyshohet që Beogradi mund ta përdorë këtë subjekt politike për veprimet që bin ndesh me rendin kushtetues të Republikës Kosovës. Prandaj mund të themi që kjo është një sfidë serioze për Kosovën, pa ashtu pastaj kemi të bëjmë edhe me çështjet e sigurisë publike. Kosova fatkeqësisht viteve të fundit ka probleme në këtë aspekt, edhe se duket që shifrat tregojnë një rritje të jo sigurisë publike, apo mund të themi dhunës në Kosovë, përfshin edhe aktivitetet të ndryshme që kanë të bëjnë me dyshimet për korrupsion dhe krim të organizuar brenda institucioneve të Republikës Kosovës. Kemi pa prokurorë të arrestuar, kemi pa procedura të ndryshme që lidhen me mund të themi me institucionet e zbatimit të ligjit, dhe kjo na tregon që ka të siguria publike, ndoshta do të kemi nevojë për ndonjë strukturë policore e drejtësisë e cila do të ndërmarrë veprimet për vendosje para përgjegjësisë të gjithë personat apo individ apo grupe që kanë fuqi për ndikuar në çështjet që lidhen me zbatimin e ligjit të Kosovës. Zotë Eleza, sa i rëndësishëm është konsensusi politik në Kosovë në këtë fazë të ndjeshme? Padyshim që ndoshta më shumë se asnjëherë tjetër është shumë e nevojshme që të kemi një konsenzus politik, duke filluar nga fakti që mos të shkojmë në zgjedhje në prill të këtij viti dhe marrëveshja që duhet zbatuar, sidomos ajo me asociacionin. Ju e dini që Kosova ka nënshkruar disa zotime, dhe cilat janë zotime ndërkombëtare në lidhje me drejtat e komunitetit serb. SBA-ja dhe Bashkimi Evropian kanë garantuar që Kosova do të zbatojë të njëjtat, në të kundërtën Kosova do të rrshasë drejt një sigurie politike ku nuk do të ketë mbështetjen e nevojshme të Bashkimit Evropian, Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe partnerëve të saj në lidhje me angazhimet ndërkombëtare që ka. Prandaj mund të them që një konsenzus apo një marrëveshje përbashkët e subjekte politike për të pasur një shumicë absolute është shumë e nevojshme në mënyrë që të kalohen të gjitha këto sfida serioze që Kosova do të përballet në vitet 2026-2027, dhe kështu ndoshta do të kemi edhe një performancë të mirë sa përket angazhimit të Kosovës në familjen më të fuqishme të sigurisë në NATO, e cila mund të themi se ka punuar me forcën e sigurisë të Kosovës fuqishëm për të plotësuar standarde teknike, dhe siç duket tani më janë vetëm veprimet politike që Kosova duhet dëshmoj se është e gatshme politikisht që të bind NATO-n për ta pasur brenda familjes së saj, dhe gjithashtu veprimet që lidhen me procesin integrues në Bashkimin Evropian. Ju e dini që Kosova akoma nuk është kandidate për anëtare në NATO, me çka do të them se Kosova ka shumë nevojë që të performojë në lidhje me zbatimin e zotimeve që ka të bëjnë me integrimet e përfshirë ato që janë për angazhime drejt për drejt në Bashkimin Evropian. Qartë, por Bashkimi Evropian, nga ana tjetër edhe NATO, Aleanca edhe Bashkësia Evropiane ka ishte dashura për Republikën e Kosovës, a e kanë rrugën drejt një negociate mirë, le të themi, me Serbinë, dhe a janë negociatat rruga e duhur për të kaluar të këto dy aspekte të rëndësishme? Shumë e rëndësishme është që Kosova fillimisht zbatoi detyrimet që ka në raport me negociatat për antarësim në strukturat ndërkombëtare të Bashkimit Evropian, dhe ne jemi të vetëdijshëm që çdo performancë e Kosovës do të jetë goditje për Serbinë, sepse në momentin që ne kryjmë detyrat tona dhe zotimet tona, atëherë Serbia do të përballet me një presion që vjen nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe institucione tjera ndërkombëtare që kanë një angazhim
drejt për drejt në çështjet e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe gjithashtu dialogut që Kosova ka me faktorët ndërkombëtar sa i përket antarësimit të saj në organizata ndërkombëtare. Prandaj mund të them që padyshim se ne duhet të kryejmë detyrat tona dhe do të ketë një impakt në të kundërtën nëse ne do të çalojmë siç ka ndodhur në kaluarën, atëherë edhe Serbia do të amnistojë nga presioni që mund të vi. Në momentin kur ne zbatojmë të gjitha zotimet tona dhe do të kemi një performancë të duhur, atëherë padyshim që angazhimi i presionit do të jetë në drejtim të Beogradit, zyrtar dhe nëse të Kosovës dhe Kosova në këtë situata do të përfitojë, por jo sikur deri më tani, e cila ka qenë subjekt i goditjeve nga struktura ndërkombëtare sa i përket mos zbatimit të marrëveshjeve të cilat i ka nënshkruar dhe për cilat e zotuar ndërkombëtarisht. Si ndikon situata gjeopolitike në Ballkanin e Mëgjerë në sigurinë e Kosovës? Kjo është ndoshta çështja më e rëndësishme që ne duhet ta ndjekim, duke marrë parasysh zhvillimet që janë në glob, duhet ta kemi parasysh që kemi një defokusim të angazhimeve ndërkombëtare në lidhje me zhvillimet të cilat janë në vende të ndryshme dhe se ne duhet të shfrytëzojmë nga situata të tilla që kemi mbështetjen, të kemi, domethënë, mund të themi një interesim për faktorin ndërkombëtar, se në rast se nëse do të humbet kjo mbështetje për shkak zhvillimeve në glob, atëherë Kosova mund të sfidohet seriozisht. Prandaj ne duhet të lexojmë me kohë, duhet të trajtojmë me kohë zhvillimet ndërkombëtare dhe krahas atyre kemi edhe veprimet tona që bijnë, mund të themi, në kuadër të zotimeve që janë nga Kosova sa i përket marrëveshjeve dhe garancive ndërkombëtare. Prandaj mund të them që në këto momente kur SBA ka komplet një angazhim në çështjet që lidhen edhe me sigurinë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, në lidhje me gjeostrategjinë, Kosova nuk duhet të humbë mbështetjen dhe nuk duhet të humbë fokusin e SBA-ve që ka për Kosovën. Prandaj politika gjithmonë duhet të terminojë edhe veprimet që lidhen me aspektin e sigurisë dhe çështjet kombëtare dhe në asnjë mënyrë të jetë në kundërshtim me mbështetjen që ofron qoftë Britania e Madhe, SBA dhe Bashkimi Evropian. Apo përballet Kosova me forma të reja të luftës hibride? Padyshim që po, neve akoma mbetemi të ekspozuar pra një lufte hibride, kemi si thash veprime të shumta të spionazhit në anën e Republikës Kosovës, kemi ndikim drejt për drejt të Beogradit zyrtar tek enklava të Kosovë, të gjitha komunat që tani udhëheqen nga lista serbe, janë në ndikim nga Beogradi zyrtar dhe janë një platformë i ataçe për strukturat e inteligjencës të Serbisë dhe Rusisë, të cilat lehtësisht tani mund të përdorin porimet apo infrastrukturën e institucioneve të Republikës Kosovës që janë komuna serbe në enklavat serbe për shkak të ndikimit që ka Beogradi dhe lufta hibride mund të jetë edhe më e theksuar se ka qenë deri në kaluarën. Mund të themi se kjo është një ndër sfidat serioze sa i përket kësaj çështje dhe Kosova duhet të ketë parasysh që të sigurojë prova, dëshmi dhe të elaborojë dhe etabloj para faktorëve ndërkombëtar rrezikun që vjen pikërisht për shkak këtyre veprimeve që ka Serbia dhe partnerët e saj. Çfarë roli duhet luajë NATO, KFOR-i dhe aleatët strategjik në këtë kontekst paktën? NATO, KFOR-i dhe aleatët strategjik padyshim që duhet ta kenë parasysh një fakt se Kosova mbetet shteti dhe shqiptarët mbeten populli më besnik dhe më i përkushtuar për zbatimin e zotimeve që kanë bëjnë me aleatët strategjik dhe se jemi në vazhdimsi të gatshëm për të qenë fleksibil në marrëveshjet që mund të suportohen apo mund të jenë të rekomanduar nga Bashkimi Evropian. Gjithashtu duhet të ketë parasysh se Kosova dhe shqiptarët në përgjithësi janë burim i sigurisë dhe janë, mund të themi, trampolina më e mirë nga ku edhe do të garantohen çështjet që lidhen me sigurinë. Ju e dini që KFOR-i, i cili vepron pikërisht në territorin e Republikës Kosovës, ka arritur dhe mund që edhe në të ardhmen të shfrytëzojë Kosovën, territorin e saj, për të ofruar, domethënë, struktura të ndryshme të sigurisë, cilat do të jenë të rëndësishme edhe për gjeopolitikën dhe do të jenë shumë të rëndësishme në përgjithësi për sigurinë, përfshirë edhe Evropën edhe Galishtën Ballkanik apo Ballkanin Perëndimor. Zotë Leza, ju e thatë që duhet një situatë më e shtuar dhe një fokus më i veçantë paktën në veriun e Kosovës, në ato komuna ku janë duke drejtuar edhe pra partit me shumicë serbe. Sa e rëndësishme është të ketë një vëmendje të shtuar nga autoritetet e Kosovës atje dhe çfarë duhet bëhet konkretisht sipas jush? Siç e thash më parë, tani më 10 komuna serbe udhëheqen nga lista serbe, subjekt politik i cili ka mbështetjen drejt për drejt nga
presidenti Stërbis Vučić dhe i dyshuari për terrorizëm i cili tani kërkohet nga autoritetet e Kosovës e që është brenda territorit të Republikës së Serbisë, për të cilin domethënë Kosova ka iniciuar procedurë dhe gjithashtu mundësia që ketë një ndikim edhe shërbimi inteligjent të Rusë në territorin e Republikës Kosovës, duke përdorur gjithmonë infrastrukturën dhe burimet operative të Serbisë brenda saj. Prandaj në këtë rast kujtoj dhe mendoj që do të kemi një situatë e cila e do një vëmendje serioze nga institucionet e Republikës Kosovës dhe gjithashtu e do një angazhim serioz dhe të strukturuar mirë sa i përket çështjeve në të cilat lidhen në mënyrë drejt për drejt me bashkëpunimet ndërkombëtare. Qartë, çfarë mesazhi do t'i jepni qytetarëve të Kosovës lidhur me sigurinë dhe stabilitetin e vendit, paktën në muajt e vinë? Po, në fakt, ajo që do të kisha kërkuar nga qytetarët në përgjithësi është që në çdo moment rrethon që shohin veprimet që bijnë ndesh me rendin kushtetues të Kosovës, të raportojnë institucionet tona sigurisë, posaçërisht veprimet që lidhen me kufirin e Republikës Kosovës, sepse ne mund të kemi persona të dyshuar të cilët veprojnë në kufi, e që në fakt gjithmonë shprehen në emër të veprimeve kontrabandës, sepse ne kemi parë policia e Kosovës ka arrestuar, ka ndaluar vetura të ndryshme që në Kosovë kanë sjellur, mund të themi, produkte kontrabanduese, e që në fakt këto mund të jenë vetëm testime të kapacitetit të institucionit të Kosovës në lidhje me çështet që kanë të bëjnë gjoja me kontrabandën, në fakt sjellën armatime të ndryshme në Kosovë. Prandaj çdo veprim që është i dyshim, institucionet e Republikës Kosovës duhet ta kenë në kohë dhe kjo varet nga bashkëpunimi i qytetarëve të Republikës Kosovës. Prandaj ne institucionet tona duhet t'i shohim si institucionet për cilat kanë nevojë për ne, sepse çdo informacion, çfarë do që ne mendojmë është i thjeshtë, ai mund të jetë i dobishëm dhe do të kishte gjeneruar sigurinë të armën për Kosovën. Po KFOR-i çfarë roli ka në këtë situatë në të cilën ndodhet vendi? KFOR-i krahaguesi i tretë në Republikën e Kosovës, detyra e KFOR-it është për të garantuar kufit e saj dhe padyshim që çdo bashkëpunim edhe me KFOR-in do të ishte shumë i nevojshëm, por mos harrojmë se KFOR dhe Policia e Kosovës kanë marrëdhëniet e tyre operative dhe padyshim që çdo informacion i cili do të ishte në dorën e Policisë së Kosovës apo anasjelltas të KFOR-it do të ishte i dobishëm dhe do të vendoset në funksion të sigurisë së Republikës së Kosovës. Prandaj bashkëpunimi me institucionet të Republikës së Kosovës duhet të jetë primar i qytetarëve të Republikës së Kosovës. Për të pasur një situatë akoma më të qetësuar, sa e rëndësishme është Radojčić, i cili është në Serbi dhe kërkohet të ekstradohet në Kosovë, sa nëse bëhet i mundur ky lloj ekstradimi, sa e rëndësishme do të ishte për qetësinë e qytetarëve të Kosovës, duke parë edhe marrë parasysh edhe sulmet e Banjskës. Pikërisht, unë sapo e thash që disa serbë dyshohet dhe mendohet që kontrollohet nga Vučić dhe Radojčić, i cili kërkohet për terrorizëm në Kosovë dhe është shumë e nevojshme që Kosova të arrijë që të punojë fuqishëm duke sjellur domthonë prova dëshmi të padiskutueshme dhe duke tabluar e elaboruar në mënyrën e duhur këto prova, këto dëshmi në faktorin ndërkombëtar në mënyrë që të kemi një mundësi, një presion nga faktori ndërkombëtar në drejtim Beograd për të arrestuar fillimisht Radojčićin e më pas edhe për të drejtuar në drejtim të gjykatave të Kosovës, ku edhe do të konfirmohet angazhimi i tij i cili ka rënë ndesh me rendin kushtetues të Kosovës. Prandaj mund të them që Radojčić dyshohet që ka një impakt, një ndikim drejt për drejt në subjektin politik lista serbe e cila tani udhëheq 10 komuna dhe ka ulset në kuvend në Kosovës dhe ne kemi shumë nevojë që t'ja bëjmë me dije faktorin ndërkombëtar mesve aleatëve tonë me të cilët ndoshta do të kemi mundësi edhe të ushtrojmë presionin e duhur që të arrestohet Radojčić të sillet në Kosovë. Qartë zotëri Leza, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë hapësirë dhe faleminderit shumë për analizën tuaj. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë mirë takofshim.